Një pyetje shpesh për parastrohet, që në shujneve. O gjo, pse be Allah i s'pi shkatron këto, shka po vrasin fmi? I keni dëgju edhe ju? Apo ju vjen edhe juve kjo pyetje? Ato po vrasin fmi, po vrasin pleq, po vrasin njës pa fajshëm, di muslimanve. Allah inshallah i mbron, e ju jep takat edhe sabër. E shumë për muslimanë thonë, ku Allah? Dhe ndodhë shpesh të për qafirëve, ku anë kja Allah juve? Në formë talëse dhe bullizuse. Por që që dhe cilë, shumë muslimanë që ka thonë, prit një se Allah e ka më ragu. Jo, mos prit. A dinim se dhe zë? Cëla në gjevabi? Sepse kjo met e ka të legjitimu me mbrojtje. Pejgamberi alayhis salam, sa është si Ibrahim alayhis salam në kuptimin e shariatit. Ai në një millet janë. Ama nuk ka si Luti alayhis salam, as nuk ka si Nuhi alayhis salam. Me ndresh në anija dhe me hik. Jo. Jo duni me ballafaqu. Jo. Fa'iddu lahum mastata'tum. Edhe ju duni me përgatitë si ata. Edhe ju duhet me përgatitë si ata. Prandaj këtij ummeti mos pritaj tash a ke pa disa thonë. Ai keni me pa ju ku piçille. Nuk vën, nuk harroje. Sepse ta ka legjitimu ballafaqimin. Derisa ta ka legjitimu ballafaqimin. Apo, për shembull, ta kuptosh më thjesht. Nëse Allah ta ka dhënë kalemin, edhe lapsin, edhe menën, edhe do të hin provim. Ama ti s'ke mësu hiç. Edhe do, hajde inshallah, nuk më harroje. S'ka inshallah. Ja e ke mësu derisa e ke pas mundsinë me mësu. Shkollën e ki, mundsinë e ki. Ama s'ke dash me mësua, ke më ngel 100%. Ne më thon, mos ja u shpresë Allah. Hupi Allah, shpresa ti ku t'ja ke. Se ki mundsinë e ka pas me mësu. Librat i ka pas, shkollën e ka pas, mësuesin e ka pas, përkujtuesin e ka pas, të shtëpia i kanë në grije, ama ka këshir me lujt. Atëra kitë ku të hinë provim, apo veç e shkru në emnin edhe del. Qështu janë edhe zë muslimat të pasot? Apo që thët e shkujta unë jam për muslimarve, u kri. Shta është puna Allah ajta mo, qa po doni ma shumë bo? Jo dhe zë nuk ka qështu. E Allah u gja ju ka zënë tash muslimarve. Luftën e Bedrit ndodhe diçka jashtë zakonshme. Nuk ndodhe e njëjta në Uhud. Andaj thëtë Allahu subhanahu wa ta'ala për t'i mësuar besimtarët, kad khalet min qablikum sunanun. O ju musliman, këto ligje s'ju kanë rrok juve të parë. Pise ka kriju Zoti që shtohet të njoja. Po ju në Bedër keni pas përjashtim. E kupton, përjashtim. Me Muhammed a.s. Shpesh herë ka ndodhur përjashtime për ta vërtetuar pejgamberin. Po kjo kur të merret aj, nuk vazhdon më. Apo, për shembull vëllezër, shpesh njerëz kur lexojnë historinë e Omar ibn Khattabit radhiyallahu anhu, njëri i madh, personitet i madh, fuqi ndikuese e madhe, apo influencë e madhe, tërheqje me personalitetin e vet, me fjalët e veta. Po. Mirë vëllezër, a jeni të bindur edhe ju, po besoj edhe krejt ata musliman çka e njohin Omerin. Çka jo merr çka pse u ka bë musliman, deri se ka ndruar jetë me 12 vjet udhëheqje të plota të veta, ku e ka shtrirë Islamin në 4 anë të botës. A jeni të bindur edhe ju